Kryesus, mbaj evidencë se keni edhe protokoll. Ditën si t'i bani 6:01. Nuk ka, unë jam kryetari panit. Me qytetar, nuk i kem bërç njerë si s'kam bë asgjë për atë dhejëm. Njerë nuk ka pas gjë më të rëndë për mu, se sa, si deputet. Edhe unë një ditë kum luftu, nga arë puna disa, si unë kur jam rritë. Kanë jetu në edukate si se kanë njoftë, as se kanë desë Republikën e Kosovës. Kanë futë familjarë tonë bërkë. E ma arë puna mu ma qitë flamurin pej gjepit me nëzirë. E unë qka jam, tratar, jo qka jeni, tratar. Po si kurse lisa sërbe të nëzjerë flamurin e Serbisë. Qa është kjo nëzitje ka që madhe për shkatrimin e këti shteti, me sakrificë ndërtu kjo shtet. Qa është, qa o dëmtimi pikrisht para antarësimit në natët Malit Zi, sulmi, kërcënim fizik i Malit Zi. Dëgjani edhe diçka. Ne jemi politikanë, që se dëshironi politikanë. Kjo voltore nuk është mirë më abuzu. Që janë çështje gjustësisë. E thrasë edhe gjustësinë, mas rrugë edhe ata që t'janë korruptum, pak ja u kanë bo vetë vendosja që atë t'ju bëjmë ne. Gjystarët e prokurorët e korruptum. Le ta harrojnë se kanë bëjmë me pas një imunitet ndaj nesh. Për arsye se nga friga, pse të futet një njeri i cili e merr një tur dru në burg për mbijetesë, e shkelet shteti edhe njerëz toleruan. Së në modë e keni njeri unë akuzuar për terrorizm këtu edhe shanë që do të thuje se është si baba i kombit. Si kam, ku është da, janë popullë e ka të regu vetën për kësaje, njëjtën kohë. Qka e në organi juridike ordrani, a mos e abuzoni vendin, edhe dëgjani, ky shtet është shumë i shejtë. Nuk do të alëshojmë as letë që të manipulohet me këtë shtet. Ky shtet, pushtetin merë Albin, bëj 61, publikisht. Kur t'i bën Albin, kur t'i 61 vota në këtë kuvend. Unë jam kryetari i panit. Kom janë në shkru, më bo kryetar kuvendi. Edhe të bëtë edhe kriminalizëm se e ka qitë edhe kravatën, si simbol përgjithësisë, dhe të bëtë. Faleminderit zotëri. Polemik Albin Kurti do të përgjigjet. Të lutem, ju lutem, nuk ka debat në këto seancat konstituive. Kë nuk është debat. Po flasin, Albin fani moment, po flasin vetë kryetarët e partive ose përfaqësuesit e partive. Polemik s'ka. I nderuari kryesues i seancës konstituive, të nderuar deputet, unë pata një pyetje shumë të thjeshtë për zotri Veselin. Pse s'po matësh del matu? Shiko, a i ke 61 deputet, gjykata kushtetuese, me vendimin e 26 gushtit vitit 2014, ua ka dhënë të drejtën ekskluzive, ua ka dhënë veton, del matu? Pse nuk po dal të matësh? Nëse nuk don të matësh, nëse friksohesh të matësh, atëhere unë jam i bindur që në mesin e deputetëve të panit ka deputet të cilët i marrin 61 vota. Rrjedhimisht, kjo nuk kupton që ka deputet në mesin e panit që unë i votoj për kryetar të kuvendit. Por ju duhet ta propozoni atë. Nuk më takon mua që ta propozoj, ju takon juve që ta propozoni. Pra, ose propozoni zotri Veselin, i cili nuk e di ja kalon, ose propozoni dikë tjetër që unë po ju them se ka shumë më tepër mundësi të kaloj. Nuk e kuptoj pse gjithë ky inat, pse gjithë kjo gjuhë e urrëties, pse gjithë kjo mëri, pse gjithë kjo ashpërsi kundër neve. Unë vetëm një pyetje thjeshtë e bëra. Ndërkaq, sa për 5 të arrestuarit e vetëvendosjes në muajin gusht të vitit kaluar, zotri Veseli porta vërtetoi që ky ka dhënë urdhën që ata të shkojnë në burg. Ata u liruan dje.
Në mungesë të provave u lirua ndje, por ky nuk arriti ta bëj punën e prokurorit edhe gjykatësit deri në fund. Pra ka dështuar në uzurpimin e sistemit të drejtësisë.